Buri që gjen një mustak të braktisur në pyllin e thellë, pastaj ai e shikon këtë. Jake u ndesh me karrocerinë e ndryshkur të një Mustangu të braktisur, eksterieri i tij dikur krenar tani pothuajse i fshehur nga përqafimi pamëshirshëm i natyrës. Intriguar nga misteri që paraqiti, Jake ju afrua me kujdes, duke parë në përxhamin e ndotur. Zemra i rihte fort teksa shikonte skenën e përumbur brenda, një koleksion valixhesh, disa të prera të hapura me mirëmbajtjen e tyre që derdhe jashtë. Me sendeve të shpërndara kishte rroba dhe lodra fëmijësh, të përzira me sende të rriturve, duke lënë të kuptohet për një familje që dikur kishte udhëtuar me këtë automjet. Çelësat ishin ende në ndezësin dhe çanta e një gruaje në sedilin e pasagjerit, duke sugjeruar një largim nxituar. Një ndjenjë shqetësuese pushtoi Jake-un, duke e shtyr atë të pyeste për fatin e familjes që në dukje ishte zhdukur. I shtyr nga kurioziteti, ai hapi derën e pasagjerit, teksa përshkoi çantën e gruas. Jake gjeti një portofol që mbante disa karta krediti, secila me një emër të ndryshëm. Zemra e tij kapi një raje kur ai gjeti një foto të foshnjës që kishte një ngjashmëri të çuditshme me foton e tij të foshnjës. Me kujdes, ai e ktheu foton në portofol, por e mbajti jashtë çantës, duke u ndjerë i detyruar të hetonte më tej. Por përpara se të fillojmë historinë tonë, shtypni butonin like, siguroni që të abonoheni dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Duke kuptuar se makina kishte gjasat, ishte drejtuar atje përpara se të përfundonte braktisur në pyll, Jake e dinte se ishte koha për të përfshirë autoritetet. I la valixhet në tokë, e ktheu portofolin në çantë, por futi edhe një herë në xhep foton e bebes. Në stacionin e policisë, Jake hezitoi ndërsa përpiqej t'i shpjegonte zbulimin e tij oficerit në detyrë. "Përshëndetje, unë jam këtu për të raportuar, gjeta një makinë të braktisur", filloi ai me siklet, duke u përpjekur të artikulonte madhësinë e asaj që kishte zbuluar. Për fat të mirë, përmendja e një automjeti të braktisur ishte mjaftueshme për të nxitur dyshime, duke bërë që oficeri të kërkonte vendodhjen dhe të siguronte Jake-un se do të hetonin. Teksa u largua nga stacioni, adrenalina e tij vazhdonte të kalonte nëpër të dhe ai nxitoi në shtëpi për të përpunuar gjithçka. Jake vendosi të vizitonte prindërit e tij, duke shpresuar se ata mund ndihmonin për të lehtësuar shqetësimin e tij. Teksa hyri në rrugën e prindërve të tij, u përgatit për bisedën përpara. Jake u tregoi prindërve të tij skenën e frikshme, ndërsa fjalët e tij rënoheshin me nxitim. Një tension i çuditshëm mbushi dhomën, një ndjenjë e pashprehur e diçkaje o gurzez që fshihet në sipërfaqe. Ai u dorëzoi prindërve të tij foton e foshnjës, duke parë nga afër reagimet e tyre. "A e keni parë këtë më parë?" pyeti ai. Zëri i tij u ngjiz me urgjencë. Nëna e tij e mori me kujdes, sytë e saj skanonin foton, ndërsa babai i tij u përkul për ta parë nga afër. Eshtja që pasoi vetëm sa ia thelloi ankthin. Ai kapi një dridhje të shkurtër njohje në sytë e nënës së tij, duke konfirmuar dyshimet e tij. "Mami, a di diçka për këtë?" Ajo shpejt hodhi sytë larg, fytyra e saj u kthye në një maskë neutrale. Kurioziteti i Jake për foton e foshnjës u përball me vaziteti nga nëna e tij dhe eshtje nga babai i tij, gjë që vetëm ushqeu vendosmërinë e tij për të zbuluar të vërtetën. Atë natë, ai kërkoi nëpër albumet të vjetra familjare, duke krahasuar foton e foshnjës me fotot e tij të fëmirisë dhe uri re një ngjashmëri të pamohueshme. Ky zbulim i la atij më shumë pyetje, veçanërisht për familjen në Mustang që kishte gjetur. I vendosur për të zgjidhur misterin, Jake shkoi në bibliotekën lokale të nesërmen për të kërkuar të dhënat e familjeve të zhdukura nga 30 vjet më parë. Pas orëve të tëra duke kërkuar nëpër gazetat e vjetra, ai gjeti një artikull për një familje që u zhduk gjatë një udhëtimi pushimesh, e parë për e të fundit në një Mustang të ngjashëm me atë që kishte zbuluar. Detajet e artikullit përputheshin me vendodhjen dhe kartat e kreditit që ai gjeti, duke konfirmuar frikën e tij më të keqe, se ajo gruaja në Mustang ishte nëna e zhdukur. Të nesërmen në mëngjes, Jake mori një telefonat nga detektivi Harris, i cili donte të diskutonte mbi gjetjet e Jake. Në stacionin e policisë, Harris i tregoi Jake një dosje që përmbante fotografi dhe letra në lidhje me rastin. Një fotografi përshkruante një familje me një fëmijë,
të njëjtin foshi nga fotografia e portofolit, të përqafuar nga një grua me një fytyrë të njohur shumë. Burri pranë saj kishte një buzëqeshje të ngrohtë dhe pamja e tyre shkaktoi një lidhje të thellë, të pashpjegueshme brenda Jakeut. Teksa studionte foton, një ndjenjë déjà vu u bë më e fortë, duke lënë atë të shqetësuar dhe në prag të një zbulimi që nuk mund ta kuptonte. Pavarësisht përpjekjeve të tij, Jake nuk mundi të identifikonte njerëzit në imazh, duke pranuar konfuzionin dhe zhgënjimin e tij. Harris, megjithëse serioz, e siguroi Jakeun se ndonjëherë këto gjëra kërkojnë kohë. Misteri Mustangut të braktisur dhe familjes së zhdukur rëndoi shumë në mendjen e Jakeut teksa u largua nga stacioni. Çdo e dhënë të rreqë atë më thellë në kontrollin e tij enigmatik. Ai vendosi të shtyjë përpara, i vendosur për të gjetur përgjigje, pavarësisht se sa shqetësuese apo dyshuese mund të jetë e vërteta. Atë natë, Jake qëndronte zgjuar, i zhytur nga mendimet e familjes dhe Mustang. Gjumi i shpëtoi atij ndërsa imazhet e gjalla të fotografisë së foshnjës, familjes së buzëqeshur dhe makinës së fshehur përsëriteshin në mendjen e tij. Zemra e Jakeut rrihte nga pritshmëria dhe ankthi, teksa shoshite kutitë e vjetra në papafingo të prindërve të tij. Çdo artikull një dhënë e mundshme. Albume fotografish të plurosura, letra të vjetra dhe kujtime të harruara mbushën kutitë, secili një fragment i jetës që ai mendonte se e njihte. Elektriku i dorës i dridhej ndërsa punonte, duke ndriçuar kujtimet e harruara. Me çdo objekt që zbulonte, vendosmëria e tij bëhej më e fortë. Ai ishte i sigurt se përgjigjet qëndronin në këto thesare të harruara. E kaluara po kërkonte dhe Jake e dinte se ishte vetëm çështje kohe përpara se e vërteta të zbulohej. Ai kërkoi me përpikmëri dokumentet e vjetra familjare dhe albumet e fotografive, ku çdo pjesë e kujtimeve tregonte një histori, por asnjë nuk jepte përgjigjen që i nevojitej. Papafingoja duke si një kasafort me të vërteta të pathëna. Megjithatë, sekretet që ai kërkoi mbetën të pakapshme, por vendosmëria e Jake nuk u lukund. Ai vazhdoi kërkimin e tij, duke ditur thellë se çelësi i misterit shihej diku në këto relike. Gishtat e Jakeut u drodhën ndërsa ai shpalosi një dokument të brisht. Ej, familja ime YouTube. Sot nuk po ju flas thjesht si krijues për ndjekësit e tij, por si dikush që ka ndërtuar diçka të bukur bashkë me ju për vite. Çdo koment, çdo like, çdo moment që kemi ndarë këtu ka qenë një pjesë e udhëtimit ton. Dhe tani duhet ju ftoj të bëheni pjesë më afër të kësaj familje. Nëse shtypni butonin join poshtë videos, mund të bashkoheni si antar zyrtar të kanalit. Do të keni akses në përmbajtje ekskluzive, live speciale, emoji personale dhe më e rëndësishmja, do ndihmoni që ky kanal të rritet edhe më shumë. Çdo join është një mënyrë për të thënë, "Oh, besoj në këtë komunitet, dua të shoh të ecë përpara." Ju falenderoj nga zemra për 100 mira që jeni tashmë pjesë e këtij rrugëtimi dhe për ata që do të bashkohen më afër. Pa ju, asgjë nga kjo s'do të kishte kuptim. Ju dua të gjithëve. Ishte një certifikat lindje dhe detajet përputheshin me misterin që ai kishte zbuluar. Emri në certifikat përputhej me foshnjën në fotografi nga Mustangu i braktisur. Pulsi i tij u shpejtua kur e kuptoi se çfarë do thoshte kjo. Ky dokument mund të jetë çelësi për të zgjidhur gjithçka. Lidhja mes familjes, foshnjës dhe misterit në pyll ishte e pamohueshme. Dora e Jake dridhej teksa skanonte dokumentet e birësimit, duke përpjekur të përpunonte realitetin përpara tij. Datat përputheshin me lindjen e tij dhe në nënshkrimet konfirmuan atë që dukej e pamundur. Ai gjithmonë kishte besuar se prindërit e tij ishin biologjik, por tani ky dokument zbuloi një të vërtetë që nuk e kishte imagjinuar kur. Fotografia e tij si foshnjë, e futur mes letrave, vetëm sa i thelloi konfuzionin. Ishte e qartë se kjo familje, kushdo qofshin ata, ishte qenë dikur pjesë e jetës së tij. Ai nuk mund ta kuptonte se si prindërit e tij e kishin mbajtur këtë sekret për kaq gjatë, apo pse e kishin fshehur të vërtetën në një cep kaq të errët të shtëpisë së tyre. Përgjigjet që ai kishte kërkuar tashmë ishin më komplekse dhe misteri ishte më personal se kur. Jake u pushtua nga emocionet teksa shikonte letrat e birësimit, duke ndjerë i utuar dhe i tradhtuar. Ai gjithmonë kishte menduar se prindërit e tij ishin familja e tij biologjike, dhe tani kuptimi i tij për të kaluarën e tij ishte shkatëruar. Pavarësisht nga dëshira e tij për të përballur me prindërit e tij, ai kuptoi se duhet të mësonte për familjen e tij biologjike dhe pse ata ishin zhdukur. Dokumentet e birësimit
vetëm sa e shtuan konfuzionin dhe urgjencën e tij. Ai vuri në dyshim se cilët ishin prindërit e tij biologjik, pse e kishin hequr dorë nga ai dhe se si një Mustang i braktisur dhe një familje e humbur ishin të lidhura me të kaluarën e tij. Ky kërkim për përgjigje u bë një udhëtim personal për të kuptuar identitetin dhe origjinën e tij të vërtetë. Prindërit e tij më në fund zbuluan të vërtetën. Nëna e tij, me lot në sy, shpjegoi se ata ishin afër prindërve të tij biologjik. Kur ata u zhdukën, prindërit e tij birësues nuk dinin çfarë të bënin. Ata e adoptuan atë, duke besuar se ishte më e mira për të. Ata e donin shumë dhe kishin shpresuar gjithmonë se prindërit e tij biologjik do të ktheheshin. Zbulesa ngjalli si mirënjohje, ashtu edhe trishtim te Jake, por misteri i origjinës së tij ndihej më urgjent. Prindërit i dhanë emrin e jetimores, ku ai kishte qëndruar për pak kohë, Shën Maria. Duke mbajtur adresën, Jake u ndihej vendosur për zbuluar më shumë. Nga si ai dha kohë për të reflektuar mbi gjithçka që kishte mësuar. Kur ai mbriti, pamja e jashtme e konsumuar e jetimores, la të kuptohet për një histori të varrosur prej kohësh. Zonja Thompson, kujdestarja, e përshëndeti dhe e çoi në një dhomë me kuti, që mbanin sendet e gjetura me të kur ishte foshnjë. Jake kapi një kuti dhe gjeti objekte që nga fillimi i tij, një arush pellushi i vogël, i shqyer, ngjalli kujtimere atje. Mes artikujve ishte një shënim nga nëna e tij biologjike, që premtonte se do të ktheheshin. Ishte e mbushur me dashuri dhe shpresë, duke përforcuar lidhjen që ndjente me prindërit e tij të munguar. Ai falenderoi zonjën Thompson, e cila më pas i dorëzoi një gazetë zbehur për zhdukjen misterioze të një çifti gjatë një pushimi familjar. Fotoja me kokra poshtë titullit i ra në sy. Teksa skanonte artikullin, e përshkoi një ftokt. Ai detajonte zhdukjen e papritur të një çifti që kishte lënë pas një djalë. Ai njohu më njëherë fytyrat e tyre, prindërit e tij biologjik. Artikulli ishte një pikë these, emocionet vërshuan mbi të, tronditje, trishtim dhe një përpjekje e përtërirë për përgjigje. Edhe më befasuese ishte një foto e të njëjtit Mustang që ai kishte zbuluar. Makina nuk ishte më thjesht një rastësi. Ishte e lidhur drejt për drejt me të kaluarën e tij. Zonja Thompson shpjegoi butësisht se ai ishte birësuar menjëherë pas incidentit. Prindërit e tij ishin zhdukur dhe ai ishte gjetur i vetëm në pyll. Autoritetet i kërkuan, por nuk u gjetën kurrë. Pesha e kësaj të vërtetë e ra shumë te Jake-u. Duke lënë jetimoren me arushin prej pellushi dhe shënimin, ai e ndjeu humbjen më thellë se kurrë. Çdo hap drejt makinës së tij ishte e rëndë, ndërsa po largohej me makinë, mendimet e tij u konsumuan nga zbulesat. Megjithëse kishte mësuar aq shumë, historia mbeti e paplot. Ai u kthye në Mustang, tani më shumë se një relike. Ishte një simbol i jetës që nuk e njihte kurrë. Duke drejtuar dorën përgjatë sipërfaqes së ndryshkur, ai imagjinoi ëndrat që prindërit kishin për të. I ulur brenda, ndjeu thellësinë e mungesës së tyre. Kjo makinë ishte lidhja e tij e vetme fizike me ta dhe e forcoi vendosmërinë e tij.